Pse disa njerëz djersin më shumë, sipas dermatologëve, ja si të veproni. Djersitja është një reagim normal i trupit për të nxjerrë toksina dhe për të rregulluar temperaturën optimale të trupit në situata si nxehtësia e lartë, stërvitja intensive ose stresi akut, thot dermatologjia Michele Grim për Glamour. Gjëndrat e djersës ndalojnë kur ti ndalon një aktivitetet fizik, kur është piku i të nxehtit të verës dhe jo vetëm. Por, ky sinjal nuk ndodh kurrë tek disa persona ku gjëndrat e djersës vazhdojnë ta prodhojnë atë. Njerëzit djersiten me ritme të ndryshme për shkak të një kombinimi të faktorëve gjenetik dhe ndikimeve mjedisore, thot Jody Alpert Levine, dermatologe. Numri i gjëndrave të djersës, aktiviteti i tyre ndaj stimujve mund të ndryshojnë sipas njerëzve. Disa mund të kenë një numër më të madh të gjëndrave të djersës ose i kanë më aktive, gjë që çon në djersitje të shtuar. Faktorë të tjerë janë tiroidet, ankthi, faktori gjenetik, kushtet neurologjike dhe efektet anësore të ilaçeve.